Tani kam kënaqësinë që të ftoj në podium drejtuesin e qarkut Lezhë, zotin Agron Gjekmarkaj. Të dashur demokrate dhe demokrat, të nderuar qytetarë të Lezhës, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, të nderuar deputet, kandidat për deputet, i nderuar zoti kryetari i Bashkisë Mirdit Mlyshi, të nderuar zonja kryetare Ndoja, të nderuar rithemelues të Partisë Demokratike. Sot jemi mbledhur në Lezhë, në këtë qytet, me histori dhe dinjitet, për të përkujtuar 35 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike, forcës politike që ndryshoi rrjedhjen e historisë dhe të Shqipërisë. Sot është një ditë respekti dhe mirënjohjeje, respekt për burrat dhe gratë që patën guxim të ngrihen kundër diktaturës, respekt për ata që hodhën themelet e pluralizmit politik dhe respekt i veçantë për njeriun që udhëhoqi Shqipërinë drejt lirisë, demokracisë dhe perëndimit, profesor doktor Sali Berishën. Falë kësaj force politike dhe këtij leadershipi, Shqipëria njohu arritje historike, thyrjen e izolimit shekullor, liberalizimin e vizave për qytetarët shqiptar, antarësimin në NATO, ndërtimin e infrastrukturës moderne dhe vepra mallore si rruga e Kombit, asfaltoi 11.000 kilometra rrugë anë mban vendit, ndërtimin e mira shkollave ujësjellësve, rritjen e pagave dhe pensioneve, forcimin e seriozitetit dhe autoritetit të shtetit ligjor, goditjen e krimit, mbi 130 banda kriminale të çuara pas hekurave qysh në vitin e parë të qeverisjes, ndërtimin e gazsjellësit TAP, projekt strategjik evropian, dhe kulmin e respektit ndërkombëtar me vizitën historike të presidentit George Bush në Tiranë për krah Sali Berishës, si dhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës, e mbështetur fuqimisht nga qeveria e Partisë Demokratike. Por sot, pas 35 vitesh, jemi sërish në një udhëkryq të rrezikshëm. Shqipëria po përjeton një nga periudhat më të errta të demokracisë. Zgjedhjet e 11 majit u vollën, vota u dhunua. Administrata u përdorë si makineri elektorale, shteti u shndërrua në parti. Korrupsioni është bërë sistem, skandalet nuk kanë fund, shteti nuk u shërben më qytetarëve, por një kaste të mbyllur, pushteti të lidhura me tendra, klientelizëm dhe interesa familjare. Shteti është kthyer në sekser, jo në garant të ligjit. Pengimi i drejtësisë nga Edi Rama është i qartë dhe i dokumentuar, rasti flagrant i zëvendës kryeministres, aferat e Akshit, milionat e shpërdoruara janë prova se korrupsioni nuk është përjashtim, ai është rregull në vendin tonë. Ndërkohë qytetarët varfrohen, të rinjt largohen, familjet nuk përballojnë jetesën kudo ndihet shkretim, sikur jetojmë në një kohë mortaje. Përballë kësaj situate, heshtja është bashkëfaqësi, qendresa është vetmja shpresë. Shqipëria ka nevojë për rezistencë qytetare, ka nevojë për protestë, për qeveri teknike që të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ka nevojë për dekriminalizimin e shtetit, të zyrave politike, të ekonomisë, të tendrave, të çdo cepi ku sot sundon korrupsioni dhe lidhja me narkotrafikun. Kasta e rilindjes nuk përfaqëson shqiptarët. Ajo përfaqëson vetëm familjarët e vet dhe oligarkët e vet. Koha ka ardhur të kthejmë Shqipërinë shqiptarëve. Le ta kthejmë shtetin te qytetari, ligjin mbi të fortët, shpresën tek të rinjt, dinjitetin tek puna e ndershme. Partia Demokratike lindi si një lëvizje shprese, dhe sot, pas 35 vitesh, ajo duhet të jetë sërish zëri atyre që nuk kanë zë. Ndaj, i nderuar zoti Berisha, të nderuar demokratë dhe demokrat, historia na ka provuar se kur jemi të bashkuar, ne fitojmë, kur jemi të vendosur, Shqipëria ecën përpara. Gëzuar dhe jetë gjatë Partisë Demokratike, rrof Shqipëria, rrof Partia Demokratike.